Tetori dhe nëntori duhet të ishin muajt më të bukur në Palestinë, kur fillon sezoni i vjeljes së ullinjve, nga i cili rreth 100.000 familje varen pjesërisht ose plotësisht. Sado që do doja t'ju tregoja një pamje idilike të vjeljes së ullinjve, për fat të keq, ky është realiteti edhe këtë vit. Çmimi i pushtimit është të shkruar me jetë njerëzish edhe me pemë, që nga viti 1948, pothuajse 150.000 palestinezë janë vrarë, ndërsa afërsisht 1 milion pemë ulliri janë shkullur gjatë viteve të pushtimit, që nga 7 tetori 2023, vetëm në bregun perëndimor janë dëmtuar mbi 52.000 pemë. Në fakt, ullishtet mbulojnë pothuajse gjysmën e tokës bujqësore palestineze dhe në një sezon të mirë, ky sektor sjell $100 milion në ekonomi. Megjithatë, rruga deri te vjelja është e vështirë. Sistemi izraelit i lejeve kufizon qasje në disa zona, të ashtu quajtura zona kufitare, që ndodhen pas murit, vetëm për disa ditë. Ndërsa në vitin 2023, lejet u janë mohuar masivisht palestinezëve dhe kufizimet janë shpërsuar edhe më shumë në vitin 2024. Megjithatë, që nga 7 tetori i vitit 2023, në hijen e luftës gjenocidale në Gaza dhe në brekun perëndimor, sezoni është trazuar edhe më tej. Afërsisht 50% e fermerëve palestinezë nuk kanë mundur të mbledhin prodhimet e tyre. Gjatë këtyre 2 sezoneve, bandat e armatosura koloniale, të nxitura nga shteti dhe në mbrojtjen e ushtrisë së rregullt izraelite të okupimit, kanë vrarë me shumë gjak ftosësi 29 palestinezë në ullishtet e tyre. Në vitin 2024, sulmet e kolonëve u dyfishua në krahasim me vitin 2023, me më shumë se 3.100 pemë të djegura, të shkullura ose të dëmtuara. Në tetor dhe nëntor 2024 janë regjistruar 2886 sulme ndaj njerëzve dhe pronës gjatë sezonit të vjeljes. Megjithatë, pavarësisht rrezikut që kërcënon çdo vit këtë periudhë, aktorët ndërkombëtar, organizata jo qeveritare dhe vullnetarët nga vende të ndryshme të botës janë në terren, ku ndihmojnë fermerët dhe mbjellin letra mira fidan. Kur ka filluar vjelja në vitin 2025, më shumë se 60 komunitete, kryesisht Nablus, janë përfshirë. Ramallah, Salfit dhe Hebron mbeten në rrezik të lartë nga sulmet e kolonëve dhe kufizimet e qasjes, dhe që nga fillimi i këtij muaji janë regjistruar sulme të shumta ndaj vjelësve, vjedhje të prodhimit dhe pajisjeve, prerje të pemëve e të tjera. Megjithatë, vjelja vazhdon edhe në kushtet mizore, sepse për palestinezët, ulliri nuk është vetëm vaj, ai është ekzistencë, është identitet dhe lidhje me tokën.